Do me thënë të dorëzojmë pushtet nga pushteti që ishte pjesë e pushtetit tonë dhe t'ja lëm një trupe tjetër komplet që nuk ka lidhje fare me pushtetin tonë dhe njëkohësisht të ekspozohemi karshia asaj trupe sepse puna e asaj trupe është eksaktësisht që të bëj barazin para ligjit njësoj për gjithë. Vetëm kështu ndodhi. Dëgjoja një që thoshte e vërtet është ligjin, këta e bën, po kush e kërkoi? Se kush e kërkoi, nuk ka nevojë të diskutojmë shumë. Mjafton të kthehesh shumë brava dhe të shohësh kur ne ishim në opozitë, të shohësh në 2007-ën, kur ne kemi kërkuar një pakt kombëtar. Ja kemi kërkuar Bufit Knetës, atëherë ishte kryeministër. Një pakt kombëtar për drejtësinë. Në 2009-ën, pastaj në 2013-ën e kemi pas në program. Pastaj kur u bë reforma, të tjerë s'donin të futeshin në sallën e parlamentit. U ngujuan në bulevard me Lulin atje. Po ishte Luli. U ngujuan me Lulin në bulevard. Vinte Luli çdo natë, kënonte hymnin aty, poshtë zyrës time, që nuk dorëzohemi, thoshte. Dhe nuk u dorëzua në fakt. Asnjëherë Luli nuk dorëzohet. Dhe ka fitu, me thënë drejtën. Sa herë ka luftu, gjithmonë i ka fitu të gjitha. Po faktikisht këtë e bëm ne. Dhe sot jemi ne garantët. Po nesër, që garancia të jetë aty dhe mos ta ketë asnjë forcë këtu që ta preki dhe ta lëvizi, ne duhet jemi BE. Se ja ku e keni Bufin e Knetës që thot në 11 maj do fitojmë, në 12 maj do shkrim Spaku. Do shkri në Ocrogu, se ky është edhe qyteti në Ocrogu, në fakt, që i shkon. Por